Administrata amerikane ka publikuar mijëra dokumente të klasifikuara më parë në lidhje me vrasjen e ish-presidentit John Kennedy, siç u paralajmërua pak ditë më parë nga vetë presidenti Donald Trump. Ky fundit firmosi për këtë një urdhër ekzekutiv menjëherë po mori detyrën. Kennedy u qellua gjatë një vizite në Dallas, Texas, në nëntor të vitit 1963. Më shumë se 1100 skedar që përmbajnë më shumë se 31.000 faqe u postua në faqen e internetit të Arkivit Kombëtar të Regjistrimeve. Trump thotë se do të hapen më shumë se 80.000 faqe të reja. Autoritetet amerikane kishin publikuar më parë qindra mijëra dokumente për vrasjen e Kennedyt, por disa kanë mbetur sekrete duke përmendur shqetësimet e sigurisë kombëtare. Ekspertët kanë thënë se shumë nga dokumentet e nxjerra janë pjesërisht të redaktuara, por disa nga dosjet kishin pasazhe të vështira për t'u lexuar sepse ishin të zbehura ose janë fotokopje të skanuara jo mirë. Siç raporton The Guardian, ish-presidenti Kennedy u qellua nga Lee Harvey Oswald, një veteran Marines, i cili kishte dezertuar në Bashkimin Sovjetik dhe më vonë ishte kthyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë njerëz besojnë se autori nuk ka vepruar i vetëm, duke zgjatur çështjen dhe duke ngritur teori e dyshime se në këtë rast janë përfshirë agjentë të qeverisë, mafia e shumë personazhe të tjerë.